Lironi kapetana! Lironi kapetana! Lironi kapetana! Lironi kapetana! Lironi kapetana! Kapetana! Ja. Ndodhemi tek komisariati numër 3, tek Mine Peza, me një grup rreth 100 vet protestues që erdhëm nga kryeministria, erdhëm këtu pasi u njoftua te kryeministria, pasi u mbyll pjesa e fjalimeve te kryeministria që do të vim te komisariati numër 3, ndërkohë që marshimi vazhdonte rreth rrugëve të Tiranës, kalo kthe këtej futu nëpër Rrugica, ndërkohë që ne erdhëm destinacionin ku u njoftua, ku u lajmërua, dhe ata që drejtojnë pjesën e turmës marshimit i kanë orientuar njerëzit nëpër Rrugica, nëpër rrugë Tiranës, duke bërë marshim, vazhdojnë me marshimet dhe kanë po e mbyllin tani tek kryeministria, ndërkohë që shumë njerëz po presin këtu tek komisariati numër 3 për këtë hall që kemi, që pjesë të çunave që janë arrestuar ose janë marrë peng dje nga ajo se çka pam tek kuvendi, nga dhuna dhe që u morën peng nga policia dhe janë tek komisariati numër 3. Po presim për këtë hall që kemi këtu, që të lirohen dhe çunat. Ata po shkojnë po bëjnë mbylljen tek kryeministria. Nuk e di, gjikojeni vetë këtë gjë si çka ka ndodhur, dhe çfarë po ndodh, dhe çka ka ndodhur gjithë këtë ditë me këto gjërat që njëri bën çka do koka vet, dhe pjesa tjetër është e papërfaqësuar dhe reagon ndryshe. Nuk e di, duket shumë problematike kjo gjë. Nuk e di për çfarë arsye bëhet, nuk e di çfarë arsye mund të ketë për t'u shpjeguar për këtë vendim që kanë ndërmarrë. Thjesht jam pa fjalë se janë bërë shumë gjona që edhe kam reaguar, edhe e kam shpreh shqetësimin që kam pa. Po kjo ishte tepër të përsonte. Për më tepër që u njoftua te kryeministria që të vinin tek komisariati numër 3. Që të gjithë protestuesit që ishin tek kryeministria sot të shkonin te komisariati numër 3. Dhe nuk erdhën. Nuk u orientua, erdhën deri tek prokuroria e Tiranës që është pothuajse ngjit me komisariatin numër 3 tek Mine Peza. Pastaj u orientua drejt rrugës Durrësit dhe pastaj në qendër dhe po shkojnë te kryeministria për ta mbyllur. Kjo është situata, gjikojeni vet.